Në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në Tiranë u çel ekspozita dokumentare dhe fotografike, personalitetet e Kosovës në qeverinë shqiptare 1920-1944. Ekspozita sjell për publikun dokumente origjinale të kësaj periudhe, të cilat dëshmojnë kontributin e personaliteteve kosovare në jetën politike dhe institucionale të Shqipërisë, si dhe angazhimin e tyre në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Kosovës. Ekspozita është e shtrirë në vite, por edhe në personalitete. Personazhet kryesore që kanë qenë pjesë e qeverive të Shqipërisë, ka dokumente mbi veprimtarinë e Sali Vučić-Ternës për instalimin e emigrantëve kosovarë që vinë gjatë periudhës midis dy luftrave të dëbuar nga regjimi jugosllav. Ka dokumente të tjera të Cenobej Kryeziut që flasin kryesisht mbi veprimtarinë, emërimet, shkarkimet, emërimet si ambasador. Mes materialeve të paraqitura janë diskutime parlamentare, promemorje drejtuar fuqive të mëdha, vendime qeveritare, propozime ligjore dhe dokumente diplomatike që mbajnë firmat e figurave si Hasan Prishtina, Hoxha Kadriu, Recep Mitrovica, Recep Krasniqi e të tjerë. Dokumentet evidentojnë jo vetëm rolin e këtyre personaliteteve në administratën shqiptare, por edhe përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të ngritur çështjet e Kosovës në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Përgjithsisht dokumentet që janë përzgjedhur janë nga fondet e Arkivit Qendror Shtetëror dhe nga fototeka e arkivit, përmbajnë kryesisht dokumente që kanë bënë me veprimtarinë e tyre gjatë periudhës që kanë shërbyer në zyrën përkatëse, për shembull Hasan Prishtina gjatë periudhës një javore si kryeministër i Shqipërisë, fillon me dokumentet e emërimit e mandatimit si kryeministër për formimin e qeverisë, dokumentet letrat që ka dërguar për kabinetin deri tek dorëheqja e tij. Po ashtu, në ambientet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vjen një ekspozitë shumë e veçantë që përkujton 100 vjetorin e themelimit të Bankës së Shqipërisë dhe hedhi në qarkullim të monedhës së parë kombëtare shqiptare.